Smart City nuk është thjesht një sistem dhe një projekt transformues. Është një projekt për Shqipërinë e së nesërmes. E për ta bërë realitet këtë koncept, do të vendosim mbi 5.000 kamera inteligjente në 20 qytete të Shqipërisë, nga Tirana në Sarandë, nga Gjirokastra në Shkodër. E këto nuk janë thjesht kamera, këto janë sisteme të inteligjencës artificiale që analizojnë, identifikojnë, sinjalizojnë në mënyrë autonome. Janë gjithashtu rreth 3.000 kamerat të trupit që do t'instalohen në uniformat e efektive të policisë shtetit. E kjo do të thotë më shumë transparencë, por gjithashtu, ajo që është edhe më e rëndësishme, një shërbim i denjë, i kulturuar dhe në përputhje me respektin për qytetarët. Po ashtu do t'instalohen dhe kamera dhe radar inteligjencë si dhe sensor për matjen e zhurmës në arteriet kryesore të vendit. Pra, përpos syve, Smart City do t'jetë dhe veshi që do t'na ndihmojë të dëgjojmë dhe të kuptojmë më mirë burimet e rrezikut. Ky nuk është një projekt kamerash. Nuk është asnjë projekt mbikëqyrjeje me kamera dhe mbikëqyrjeje e trupave të policisë përmes leximit të kameras kur del nevoja. Ky është një projekt që në sekondën kur fillon dhe vihet në jetë, rrit në mënyrë eksponenciale kapacitetin policor në kohë reale. Ky është një projekt që i jep policisë shtetit një sy magjik për të parë në kohë reale të gjithë territorin e interesit. Është një projekt që ndihmon në mënyrë të paimagjinueshme deri jo shumë vite më parë për të pasur një krye inspektor të territorit që i ka syt gjithandej. Kur flitet për identifikimin në kohë reale të shkelësit, nuk flitet për një identifikim që vjen si rezultat i syve të punojësit policisë që ndjek ekranin. Po flitet për një identifikim në kohë reale nga ky sy magjik, i cili e sheh, i cili e identifikon, i cili e regjistron, pra e shënon, i vendos një shenjë dhe e sjell para syve të punojësit policisë. Ndërkohë që punojësi i policisë përpara ekranit mund të jetë duke parë trafikun në rrugën e Kavajës, po në atë ekran i shfaqet shkelësi i rregullave të qarkullimit në rrugën Myslimshyri. Nuk ka nevojë të presim nga postbllogjet e policisë të zbulojnë makinat e paregjistruara. Nuk ka nevojë të presim nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor të Shqipërisë të mbledh taksat e papaguara të drejtuesve të automjeteve. Dhe në momentin kur Policia e Shtetit ka nevojë të bëj një verifikim të çfarëdo natyre, e ka të gjithë të regjistruar. Ashtu si kundër në sekondën kur një person i dyshuar i afrohet derës shkollës, apo kur persona të padëshiruar vinë vërdall shkollës për të tregtuar lëndë narkotike,
punojësit e policisë e shohin këtë në kohë reale. Elementet e kriminalitetit rrugës, që janë elementet skeduar nga policia e shtetit, e kanë të pamundur të shkojnë ku të duan e të bëjnë çfarë të duan, nëse duan të shkojnë për të bërë keq dhe nëse duan të bëjnë keq, sepse janë nën syt e policisë.